Kur e ki smundjen, dhe thot Allahu Dhul Xhelal po ka qef që nëpërmjet çasaj smundjes me të mush me sevape, edhe me të fshin gjunahet. Dikujt na fshin gjunahet, dikujt na mush sevapet, se na e din veç vallai ti ka fshin gjunahet, po ku e din ti more? Ndoshta Allah ja të dash me mush me sevapet ta. Apo të nuk do me thonë që veç me të fshin gjunahet. Veç me të pastru, po. Po ndoshta është edhe do thot shpërblim që Allahu Dhul Xhelal shpërblen. E zakonisht për shembull muslimanët apo këto kur kanë ndonjë smundje, ka dhimbta të mëdha, ama nuk i del për shembull zone. Pse? Për atë arsye se shpret shpërblim prej anës së Allahut Dhul Xhelal. Sabër. Ama ai për shembull se sa të bën sabër atë, do thot edhe mjek që ditën për shembull, çish po mundet me bën sabër për çë smundje, sa e din se çfarë simptome ka smundja, po bën sabër e të sabri e ka shpërblimin e vet. E për atë arsye do thot njeriu kur ka ndonjë smundje, do të mundu me bën sabër, apo inshallah Allahu Dhul Xhelal na jap sabër. Është edhe një ditë thotë se edhe nëse ki dhimbë të vogël sa thera, fshihen gjunat.